Që unë e pezojna, po i po ta thej rekorde. Që se thërë para ditër e pas ditë e thej. A ju mirën me të se a ju dhem kryt. E kam sfidën e dërtesës më të madhe në botë Burj Khalifa. Pesimist, janë që ato s'ma mërmeja që e kështë kalu. Ky emision mundësohet nga Ruko Power, 99 SM, VUM, Unimax, Next Lift, Saraj, Mishtore Ymere dhe Dion VIP. Përshëndetje shikues të shënjesër.net. Sot në emision i kemi të ftuar 2 rekordmen të librit Guinness. Me neve në studio është zotria Gema Gushi dhe zotri Bujara Jeti. Mirë se erdhët. Falënderoj për fjesën. A muni më na tregu me çka mirëni edhe pse po thani që ka shumë rekorde të Guinness? Ore para se me fillo rekorde me sfiduar të Guinnessit dhe të botës, jam profesor i matematikës që punoj që 32 vite në gjimnazin Kuvend i Lezhës në Viti. Me rekordet Guinnessit kam fillu që nga 15 tetor i vitit 2000, me njëherë pas luftës, kur edhe atëherë qasja me botën ishte ma e letë, për shkak se na kemi qenë në terë informativ dijet për shembull periudha para luftës, dhe atë kam filluar që ta realizoj vetëm një rekord botës. Apo na tregon qysh, me çka? Po, zhoglimi topit futbollit me kokë, vetëm me kokë, se ka zhoglim edhe me pjesë tjera trupit, por vetëm me kokë. Mirë, po para kësaj, për shembull, unë që nga klasa e 7 shkollës fillore ku filluan diçka me të për shumë pagës, jo, me atë sërimin me thuj rekorde, edhe gjatë shërbimit të shtara, kur kam qenë 88 në vitin 1988, 89, 6.000 goditje. Do me thonë kështë vish me mot, me kokë, vish të nalë. Vetëm të nalë, po, normalisht, edhe, po jo, për me sfidu rekordet botës. Po, nere ke një se... Po, se hapi, pas taj e fillu studimet, prej vitin 1989, kur e ku përfundu fakultetin, edhe më djeta e Peru dhe para luftës që shka qenë, edhe me një rast pas luftës, me një kolegë të gjimnazit, aty ku punoj, duke biseduar, i thashë do të filloj me pregaditën për me ushtru për goditje topit futbollit me kokë, mirë po jo t'i shka për me synuar për rekordet botës dhe rekordet Guinnessit. E qysh dojle tanin që ato synime? A u bë puna krejt spontanesht? Jo, atë fillova edhe ku më kërkuin mas pare rekordet gjithë kombëtare. Do të shqiptarët, brenda Kosovës, a ka do një enciklopedi që shkruan se kush e bon, ose kush e ka bojt topin më shumë të me kokë të shqiptarët. A ja kështë njiste i pare as... Nuk kom has në shifrat të tilla, edhe kom arar në listën e rekordeve të botës, Leipzig të Gjermanisë, Saksonia, edhe aty pash kush i ka rekordet e botës, disiplinat, edhe prej 15 tetorit vitit 2000, unë e vesh fillova. E tani ka lindi ideja për dyshe, për shembull me Bujarin, qysh janë nisi ideja që me morë iniciativën që dët me zhënglu bashkë? Te lista e rekordeve të botës të klubi Saksonia, atë figuroj që një rekord i botës dhe qifte, në qift e Çekoslovakisë atëhershme, që ta është Çekia dhe Slovakia, atëherë është thirrë si Çekoslovaki, në vitin 1972 kishim pas fitu një rekord të botës në qifte, në ndërmjet 2 personave. Edhe... So, qysh u ka rekorde? Ajo ka qenë me goditje, duke... So goditje i kam bota? 3455 goditje. E jo, so... Na kemi arritën 11.111 goditje. Në ora 9 mëngjesit e këna njësë, 1 ora ditës e këna da. Do më thonë, edhe juria që o konë aty një frances, angles, edhe një gjerman, do më thonë u lovën, se do të mi shkru kejtë shënimet atë, tha nuk mujnë. Na ishmi gjendje tëre dhëtur me mojtë tupit. Do më thonë, juria ju kanë shti me nolë, se ju kështë të vazhdu... Po, se mujke, se na vesh e trafi shumë rekordin që e patën atë Çekoslovak. Edhe, a e mboni halojë që të rekord? Po, pashtje... Po, me do shtë dhe thënë. Për 2003-ës, dhe më thonë, është kjo rekord halon që 23 vjetë, dhe më thonë, s'ka dorë kush që as Japan, as Kinez, as Amerikan nuk mund me sfidu këto. Pe që i punës, gjatë punës kështë që e bëni, se është pak e vështirë me ti fokusum.
a ju merën me të se a ju dhem kryt, nëse në të e rrugë se 4 orë, rënë me rrugë topin me kry, ka gja shumë për duke. Ma që kena, do më thonë, muskët e qafës, kena probleme mas 1 ore, 2 ore, 3 ore, po me stërvitje janë te kaluse, nuk ka diçka probleme që... Do me thonë përgatit në fizikisht? Po, normal, do me thonë te për i përgatit, se është edhe disciplinë është e, do me thonë e rëzësht përse 2 persona. Vetë je përgatit, vetë që shije në forma, ma do me thonë të i tjetër e të 2, do me thonë 100%, sa aty sekundit bje. A bërin e nervëz kështë me një tjetërin? Ja, diskutime ka gjatë të dhe, ma jo kështu. Me nervos së mban kur gjonë. Po, e ka atë shprehjel, daja mësë bërë stres. Po, që të e kam, të e thamë, daja si mos mund Se kështë të bëni laf? Po. Se lejohet. Shamë në Gjermani, shamë 4 orë, i gara 3 ore 55 minuta, 20 sekunda, në më gjesi një, diçka du me full atë. Tani ka pas shqiptarat të tifas që kanë asene, edhe 1 orë. A e një ashtë presioni nëse ju fullin kërë shavish? Jo, tëre janë fillimi, starti, pak të të asirë, tani mon se kena problem, do mos nuk ka është një. Të kjo rekord vetëm diçka duhet me të shtuar, për shembull, si tha Bojari kur e trefi shumë, edhe kur erë shifra 10 goditje, i thash apë ndërpresmi, da erdi producenti televizionit RTL Gjermanijes, da tha, a keni mundësi, tha, me vrita shifrën 11.111 këtë nisha. Tani unë atë i thash në qofë se thash nuk lodhën arbitri, Tu mot, e bëjshë që të habet me ta. Po, tjetër, thash në qëse nuk lodhën i këta, thash në qëse nuk janë lodhë, da muj me 22.220, dhe për këtë dysha, që i roke edhe një 4 orë tjera. Ata veç u dorëzun, se ata po një 5-60 persona vetëm. Eshme edhe në formë shumë të mira të pregatiti, eshme në formë. Kjo cilin vetë ka ndodhë? 2003. 2003, dhe më pas 31 vite, dhe më thonë daja ku i kemi sfidu rekordin e botës. Atë në dhe më thonë kam metë më ka e rekordit. Edhe një detaj që to, nështë të cekë edhe Bujari, 2004 në Alani. 2005 është në Alani. Se nuk ditë, 2005 në Alani, 5 orë me top basketbolit. Me top basketbolit, keni mod ju 5 orë. 5 orë u konë në Kleopatra bish, thirët atë këfarë... Plazhe Kleopatra në Alani. U konë ATV, u konë televizioni, u lëdhë kamermoni se nuk muj ke kasetat, përpara me kasetat, 2005. Së një njëge, kështë të. Jo, shkoj ke në qytet me blesës, kishke kaset 5 orë, qatë që me top basketit. Topi basketit në shumë majeron se i futbolit. 2 herë topi me majeron. Ziti që interesant, po më kalëzoni shumë që s'ko menu që mënët me ndodhë, apo nga të regoni për këtë rekordin e fundit që e keni thuj bashkë. Kalëzoni për fillimi dhe në fund sa u konë, qysh e keni thuj. Unë ja kësha dhënë fjallë u Bujarit. Po, shlirë, cilë dëni, s'prish për. Rekordi Guinness, me thonë drejtën kjo, ide u konë e jemja për në shkallë. Pa ta thonë dojës të këshymi të përëvoj. Edhe kjo e qoj kërkesën atje në Londër, që ka Selin Guinnesi, ato e përcaktun për 1.000 shkallë. 1.000 shkallë u konë rekorde? Jo, s'u konë shkallë, kjo disciplinë është e rejë, kjo ideje jonë u konë. Edhe të ashti, me thonë drejtën 1.000 shkallë, Irak e ofër 71 katë mundit. 71 katë, që ashtu i bje po 2 vetë, problem. Na u do këgjo shifre, dëmonë numë i madhë 1.000 shkallë. Mirë po, kur ku marë përshem, që ku marë që një 2 javë jem këtu, edhe se jetoj në Austri, ja këna njës 2 stërvitje, me 2 stërvitje e këna sfidu këtë rekord. Ja këna njës me 250, njëherë 250 shkallë, ta një era 480 shkallë, për strejti dhe më thonë ta një mo. E rekordin e këni thy dhe me thonë me të porën? Me të porën? Nuk po, kështu, po. A më stërvitje në shkojnë në atë aspektit ju për njëherë me shku. Po, feks. Po, shkojna gradualisht të kuina. Sa shkolli keni kalu edhe për sot? 1.020 shkollë janë. Ecje lartë edhe poshtë. Për 1 orë e 21 minuta. Për 1 orë e 21 minuta i keni kalu 2.040 shkollë në altë e poshtë. Në altë e poshtë i ka me topic pa ndër prej. Një që është jashtë zakonshme diçka. Që kja këto janë... Dëshmija. Dëshmija, se këto janë që njëftimi ligjor, që vjenë prej Lodrës, këto janë shënime që na vinë për Lodrës, edhe që ta përzaktanë sa është rekordi, edhe këto e thënë regullat specifike, që komplet regullat, që janë disa regullat për shembull që këto thëtë
për shembull lartësia e shkallës sa do të me qenën, për shembull sa nuk guxon ty mu vanu për shkallën në shkallë, Për shembull edhe me për shumë se 5 sekonda nuk mundesh mu vanu për shembull me kalu për shkallës në shkallë. A ma shtiru kon shkollëve të nalt, a shkollëve të poshtë? Se dyqysh kështë me logjiku për duket shkollëve të poshtë, pak ma shtirë. Unë që të për thëmë, për shembull e kam rekorde edhe ecje lartë shkallëve edhe zbritje poshtë. Ecje lartë shkallëve është ngarkesa më e madhe, sepse gjatë goditjes peshohet koka më mbrapa dhe ki lodhje më të madhe. A kur të rosh shkallëve të poshtë, e ki vetëm shumë pagës. Dhe më thoi koka jenë ma drejtë. Shkollë ta isheni dhe me thonë, se dyqysh kryet. Vish mi ndjeja? Jo, po, na që i thejmë rekordet e botës e të Guinnessit me tom kokë duke zhogluar, do meni kemi edhe në kam. Jo vetëm kokë. Do të më konë në kam. Se sistemi nervori, i tilë do të më konë i përgatitur, që ty e nuk guxon me të shkuen ty e për shembull me edja se që është dosh me që të hapin me hymë shkallës e me zbrit shkallë. 70% unë e kom përcaktuar në aspektin matematikor, 70% sistemit nervor vëmendje do të me qenë vetëm te goditje topit. 30% për shembull automatizimi i sistemit nervor me pjesë tjera të trupit, për shembull kjo ty e të shtet me po për shembull çështë lëviz këmbën, çështë vesh trejnerku, çështë desha se komplet. Që pezojna për shembull që të ndërtesën 40 kotre që të në Prishtinë. A e kështu kri me shumë lehtësia? S'kishim mujt. Por këto në 40 kotre treja të thashti që Ç'kjo që të 40 kotre më e madhe në Prishtinë. Ule di rekord të Guinnessit që kom realizuar të botës në Dubai, ndërtesën 100 kotre. 100 kotre, kjo të me mund të kështë duke letë. Ecje prapa, të prapa të ecë shkallëve. Po. Prapa do me thonë ke ecë shkollëve? Po të. So 2040 shkallë, për 2 orë 32 minuta, 100 katë. Tashte, për shembull në shtator, e kam sfidën e ndërtesës më të madhe në botë Burj Khalifa, 164, 3476 shkallë. Qysh e mërë iniciativën me shku ato, qysh? Apo ju duket shtira? Te rekordi në Dubai, prej viti 2014, ku mi insistu për shumë më vëllon leja, se të do të me bërë leja speciale, prej menaxhmentit të Burj Khalifës, nuk kom mujt me siguru, sepse është dashtë pak me intervenu edhe shteti, presidenti edhe kryeministri. Atë kanë kryne herë punë kështu shteti? Edhe drejtë me të thonë prej 2014-ës, nuk ma kanë, do shta kanë bërë kërkesën, apo më realizu jo, edhe këtë vit, pak para pavarësisë, datës e pavarësisë Kosovës, e sfidova me 17 shkort një rekord Guinnessit në te emisioni Blendi Fevziut, edhe pas atë emisioni duke pirë kafe i thashe ka me një ondër që kjo, për me realizu rekordin në Burj Khalifa. A keni ndyshe? Ja, vete, ka. A vete, kjo, se s'pas ka morë këso here, për më duket. Edhe ajo më tha, ajo më tha, unë tha ta sigurajt e ndërtesën Burj Khalifa, drejtë me të thonën e mora pagës me skepticizëm, sepse kisha pritën që 12 vite. Edhe thësha, edhe brenda 10 dite më ka siguru ndërtesën Burj Khalifa, në përmjet atë agenteve, për shembull sheikave të cilët operojnë edhe në Shqipëri edhe janë aksionar në Burj Khalifa, edhe tani ku më dhonë kërkesa, kjo i pas me shku në maj, po për shkak luftës, e për shkak disa bombardimeve, dhe më thonë o shty, sepse... Kur e ki? Kam qenë me 16 edhe 17 korek, me 16 korek e kom pas vetëm me testuën, pa top, komplet shkallëve, kom hasë për shembull vështërsi, sepse nuk e kum ditë që ato shkallë janë qatë formë, sepse janë një 12 kate, prej 160 kate, janë një 12 kate, që për shembull i kam këtë specifikume, kate i 19, 20 e 21, thëtë tavani është i ullet. Dhe më thonën, unë jam një 70 i gjatë, për shembull ato janë një 80. Edhe të e godet. Edhe tashti për shembull mua më dohet, me ushtru për shembull ato shkallë, ose dohet me hypën në gjoj, mi kalu atë shkallë, ose do të me ullën edhe mrapa ullë, mi të kalu atë shkallë. Qysh për duke të ide ma e mirë?
Po ka more me 16, 17, 18 dhe 19 shtator unë prap jam në Dubai, në Burj Khalifa. A e ki që atër rekord? Po, aty kam realizuar 2 rekorde, po, 2 rekorde të Guinness kam realizuar në shtator. Do më thonë, këtë janë specifikume, për shembull, ku janë vështërsit. Tani janë në disa koridore, sepse Burj Khalifa bazën e ka të gjallë, pas taj ngushtohet, shkon deri te 828 metra e lartë. A keme shku nalt poshtë? Ja, vetëm lartë. Tani për shembull kur të kalojsh prej ka gjatë në ato katët që janë më ngushtë, do të me hina për disa koridore, do dyrë, janë disa gypa të ventilimit, për shembull që janë zemi, se ato janë shkollë rezervë. Për shembull të emergjencës, edhe janë ato vështërsit. E poshtë që ka vështërsit, edhe drejtë me të thonë unë që këmë realizu me qëtë rekordi me bujarin, rekordi 18, edhe 22 rekordi të botës, nuk përguzojmë i përmer me krasu me sfide shash në Burj Khalifa. I përmenet tash edhe qëto rekordet, 22 rekordet, a je shqiptari me mas shumë të rekorde në botë? Po, për shqiptarve me top në kokë është bujari, do më thonë që e kam djallë të botërës nip, edhe Leotri Magushi, që është në Zvisër, djalli vllaut. Do me thonë, te i ke mësu, edhe familjare që a ke njësi mësu. Normal, këta janë inspiru prej meje, edhe mirë për e kanë posë dhe talenti, se ka lujtë në futbol. Unë me bujari, kër e kom posë qëtë rekordin qifte, kër e kom posë është rekordin qifte, unë këti ja ku propozuar. Apo të nervozohet ai tjetërit që s'pe merë autobu për merë bujarin? Ja, pa, i kemi si meren. Kemi disciplina ndryshme. Unë shama i kam 6 rekorde, 2 të Guinnessit edhe 4 të botës. Me dojën që e kam, që thashtë në një kështë vet aki? Vet ju, se s'le. S'len kjo, cili o ma i furt, kështë tash? Problem është për vetë, jo problem, po këtë qatë që janë shi furt, qatë i pak kalu shumë është. E nuk le, i hëmë thonë daj, le pak, më shko në atëfar maksimumin. Ure, si që rishtë i këmë tonën, qatë rekord? Për shumë të që e sfidan, që unë e kam. Unë në të rekord më nuk testu rekord. Edhe e lo vetëm në mëntina. Por në qofë se dikush tjetër e sfidan atë rekord, ja, a i sfidan paraditër e bazit e sfidaj. Për tjetër ka nuk e lo. A për shumë, këtë dërë me sfitu, ose leotrimi dërë me sfitu. Kure për shumë, në disiplin nuk testura, bo. Ja vlojëm në të tënë. Mami po rrina në qeft. Ja, ola me konë se kësha provu, mi afi në rekord. Problem është. Ja, në rekord, pa provu, edhe që është problemi të këta. Se problemi se... Ku nuk ka këta? Ku është e kofizune, shama jashtë është masi. Unë jam edhe trajneri i futbolit. Po, grupë mu shavë tere u 16 jam atje. Dhe ma, muj me pragati, nuk ka dhe qasë që s'muj me pragati, po ky ka shumë, ku ma shumë, edhe unë probleme që ky shkën maksimumin e... S'le për me, nuk muj me sfidu këto. Dhe ma thonë, 8 miliard i ka bota, ky s'de, as ki A menën që e ma i furt në botë për që të punë që e bërë? Pa modesti, ja, pa modesti. Ja, nuk këtë zërë kështë me thollën ma i furt, se ka dhe rekordira tjerë. Po vështë të i ki 22 rekorde, 22 në ashtë se ka kërkësh. Jo, nuk i kanë, mirë po motivi të une është dishka tjetër, se une rekordi i Guinnessit aty ku sfidohet qatë qytet, e mi qatë i qytetit shënohet. Une po ta kisha pos këtë ide pak ma herë, po ta shte se fundi ka orë kjo ide, gjdo qytet Shqipërijës. Edhe çdo qytet Kosovës ka një rekord Guinnessit që kisha vendosur. Që vetëm emrat aty në qytete më figuru për shembull libri Guinnessit. Në Shqipëri ku vendos për shembull Tiranë, Dorës, Pogrades, në Vlorë, në Shkodër, në Himare. Do të thonë këtë qytetet kisha përfshi. Edhe këto për shembull Kosovë ku realizuan. Mirë po të kisha që ide para 5-6 vjetë. Po thunë që se cili qytet Kosovë, qytet Kosovës edhe Shqipërisë ka një rekord Guinnessit e kisha sfiduar, vetëm që gjitha qytetet e Kosovës dhe gjitha qytetet e Shqipërisë më hien listën e rekordeve të Guinness, faqen e librit Guinness. Që kë puna e rekordit Guinness, për shembull nëse e tha një rekord, a fiton një sen financiarisht prej vet atyna apo merren në me sponsora ose ne? Për me sfidu një rekord Guinnessit, pas pari ti dush me apliku në lodër. Të murësh me sfidu rekordin e Guinnessit, që se nuk aplikon lodër, a i nuk zhjit, edhe s'ta pranojnë. Do të me kuna ta vetë prezente. Edhe, tash i të rekord, kur të aplikojsh lodër, atje, për cilë disiplinë, që se është disiplinë aktuale,
thot që ke person e ka, që të regullat do shmi djekën. Por në qëfëse nuk është disiplina aktale, thot Komisioni i Librit Gjinisi, si tha bojari na i kemi dhënë idenë, blidhet edhe ata shqyrtojnë. Edhe puthojnë, e fuspin na si disiplinë të re për rekord Gjinisit. Edhe pasi ta aplikojsh, thot atë, thot për me ta pru të konfirmimin, në qoftë se pagun një tarif 600 euro, ty e për shembull brenda 2 ditë të vjen konfirmimi që ti je i lirë për me realizu rekordin e Gjinisit. Pasi ta realizosh ti rekordin e Gjinisit, nëse do të thot arbitër për Lodrës, do shme paguan një shifër 9.000 euro. Mi deponu në Lodrë. Unë kur e kom sfitu rekordin e Gjinisit me leotrimin qytetin të Viti, 2015 e kemi pos arbitrin për Lodrës. Kemi paguan 5.555 euro, këtë 5 që e konë mëzga bofra, tarifa, që është dashme deponu në Lodër. Pastaj, është dashme në akomodimin, fjetë dhe ushqimit mja bartën arbitrit, që ka ardhen, edhe plus ajo ka posë... Do me thonë, ju do nimi pagu atyne. Po, edhe është dashme për shembull... Më kallët. Edhe e kemi pagu, për shembull, ajo kish pas me certifiku një rekord Gjinisit në Qipro. Tani është dashme me pagu, për shembull, biletër e planit Lodër, Qipro, Stambol, Shkopse në Prishtinë, spat linjë, edhe erdhë, këto tani pi Prishtinës ka pas me shkru Frankfurt, Lodër. Do më thonë që të shpenzimi kemi kry, mua për shembull në viti kër e këmë realizu në rekordin kines, shifra ka qenë të rritë 2-13.000 euro. 2-13.000 euro të kanë shpenzime. Po tani kër e ke marrë rekordin, nuk e marrë me farë përfitime. Jo, do me thonë kjo punë është veç shpenzime. Veç shpenzime o kjo punë. Vetëm shpenzime, po që ta shetin që se e ka një aftë edhe ke pas mundësi pi sponsorëve të kemë të është i këtë 0.50.000. A është shtirë? Shtirë është, ka qenë edhe për para më shtirë, po tash që po më do këtë halë më shtirë, nuk e di për shka, vetëm ka njerës të mirë, se unë i këmë thonë edhe për media tjera që 70%, 80% për shembull që të në rekordit të zletën unë i këmë realizu, është falë edhe për shembull donatorëve privat. Vetëm 20% është për shembull që i ka korporu, për shembull Komune Vitijës edhe Ministria për Kulturë i dhe Sport. Dhe shpenzime tjera këtë janë bortën prej sponsorëve. Edhe i falenderoj shumë që janë të panumërt, se pa dimën e tëre. Edhe sot, për shembull, Dubai, edhe qëta që i bëjmë rekordin me bujarin, problem është në qëfë se nuk i sponsor. Në ty për në Dubai të ujnë afat, bujara për në tregën e farë momenti ma të veçantë që e mon men me profën. Momentin ma i veçantë të konë 2003, për herë parë që këna thuj rekordin bashkë me dajnë. A ku në e farë gëzimi kështë ma i veçantë, se i rap tjera stashin i mësum për më duke po të kalëzaj, ishke ofër 2 orëve, disha, e ta shti një kime flogë, më hinë në sy. E ta shti kur kimja, do më thonë, do këtë si kur gisht më konë, qatë që se asje, për thëmë doj, thash, ka me bon, se ishke ofër 2 orë, dishka, heke, thash, s'ki qa ban. Edhe, o desh me hek, që ajo konë kështu vështërsi që e konë posë, e kështu për mos e këna thuj rekordin, do më nuk konë intervjist e këna posë RTL 2 nuk konë në të ku, 2003, në intervjist në ka thonë, u shpallë dhe disiplina ma e rëndësishme, e ati organizimi, se ka posë rekordmena tjerë, të botës po lamit ndryshme, do më u shpallë disiplina ma e rëndësishme e jonja, edhe kër e menësha që në të ku, si thot doja, në të ku është edhe u konë 6 miliardi ka pas bota, 6 miliardi e 500 milion, sa bje 500, do më thonë, na më konë i pari, pi komunës Ferizojt, diçka e pa e arreqme. Tash, a jeni bu ma komfort me që të farë ndjenje kështu, asë që duket më në e sen? Ja, gjdo disciplinë, gjdo rekord e ka një historinë veti, është. Do me thonë, e kirë një farë adrenaline, një farë motivimi që çdo rekord i je i shënun më i mirë në botë, domethënë. A e kiti në farë synimi si profa që e ka pos synim Burj Khalifën me halu, që të me thonë që sa shumë i ma? Me dojen, po. Çfarë synimi e ki kështë të se, prova ka pos ondër, do me thonë unë 4 rekordet botë dhe 2 Gjinisi kena. Po. Tashti kena, ka java tjetër e kena në karrika, disciplin, po, në karrika, si që ka, duhet të me thonë kam, edhe 2 persona. Qështë e kena, është rekord në veti,
klubi Saksonia, i këna lajmëruar klubi Saksonia në Leipzig të Gjermanisë. Na edhe kjo si ide e jonja, do më thonë të këshymis teri sa mujna me, pasë është edhe problem disciplina shumë. Apo menoni që e kryni let? Po, jo, let, çdo sen nuk është let, pa pregaditjeve sen, ama po, normal që do të sfidojnë. So ju bjanë me nejt aty për shembull, ose qysh? Varët është, varët sa e përcaktojnë. Kjo konvokone vetëm një piknisje se klubi Saksonias e ka propozuar një herë, edhe a bujbi, se tha për jorë për shembull, ide jona da i kemi bashkëpunimet me klubin e Saksonias për bashta, edhe më konë si piknisje për gjithë rekorderët tjerë të botës. Për shembull, sot të amrini ju, e mirë për shembull 15 minuta, 20 minuta, më konë një piknisje që për rekorderët tjerë të botës, kur dojnë me sfidu një disiplin t'il, me pas ata një piknisje që po ekzistoj ka një rekord i botës, po qëta shqiptare pas ka për shembull 20 minuta. Hajde për shembull na t'i bojmë 25 minuta, ose 30 minuta. Dhe më thonë mi të zit, rekordjera tjerë të botës, për me ta sfidu të rekordin tanë. Une studjen e ju, për thëmë, për shembull, është ndërtesa Princess Tower në Dubai, 100 katëshe, ajo është prej kotit parë deri në katin e 100, ajo është vetëm një vije të rejtë. Nuk për di që tash që po nuk besoj që është gjerësia e atë në shkollëve e modhe, se ku kam qef për shembull me bujarin qifte, mi dole se ndërtesës temte. Një qikatë që është 2400 shkallën. Mas rekordit në Burj Khalifa që shpresojna që keme kry, ka me konë që kjo sfida rrës. Edhe pse kam thonë për shembull që te me rekordin e Burj Khalifës ti vënon kapak. Do të thonë gjitha rekordeve bie kapak edhe në qifte tani. Po, edhe në qifte, kam qef milion të rekordet të cilët pathyshme. Se për shembull te unë është pak më ndryshe, se dhe mosh e pat vetën, unë nuk jam. Sa vjeçari je? Po ma një mësë. Që po të regoj? Hajde. Po të regoj se në formë proverbe tani e kuptan. Ja, të regojnë direkt, sa vjeçari je. Ja, se kam terme të regojnë direkt. Një vojzë e re, për pyt ditë më shumë, edhe për i thëtë o miqë sovjetiki, a i për i thëtë me shëndet për ndina mirë. Me shëndet për ndina mirë? Po, që shtu i të regoj. Do me thonë që mu është veç numër, a? Po, edhe me shëndet për ndina mirë, amo, po, mu të regoj 56 vjetë. 56 vjetë, edhe haloj e gjendje mirë. Unë jam të i sfituar. A menën që i gjendje fizike më të mirë se na i 25 vjeqarë për zojna? Ja, zguzaj kështë me thonën, po, ne të mder 25 vjeqari Burj Khalifa, ne të vjetë të testuat. Jo, vetëm 25 vjeqari, kush dalë botë, nuk kërkuar, kush dalë botë. Liresh, dhe të mdelë mu është lista është, rekordet janë, do më thonë, kush lejmëroa. Qaj që mundet, desh shqiptarë, desh kesh ka Qaj jep, që atina nëse ta kështë një shqiptarë rekordin. Hajde bëne pak si sfit. Bëne sfit, nëse një shqiptarë vendos më ta thyty një rekord edhe ta thënë. Ju thash, personalisht, qaj jep. Ja vete pak, ju thash, që se ma sfitën bujari edhe leotrimi rekordin, nuk e sfidoj atë rekord. Jashtë familjes, jashtë familjes. Që unë e pezona po i për ta thej rekordin. Te që se thërë para ditër në bazë ditë e thej. Që ka është në hapsirë, muj me të lanën pagës, sa me të figuruar pagës me gëzuar. Po, se është, po jo, nuk muj me thonë është se kush da, unë e mirë pres për shumë gjithë shqiptarët, kush da me sfidu rekorde. Mirë po, unë i këmë thonë pse, më ka thonë shpesh, pse nuk merë tjerë. Unë i këmë thonën, unë e buj me morë me ushtru, ama zemrën, shpirti tem nuk buj me adhën kërkujta. Ata nuk buj me pas shpirti edhe zemrën së kur temën. Pse? Sepse unë kur një temë për shemë nuk i këmë hek, perde të shtëpia kështu, dhe shiku për shemë autorabor, autorashi, autodzetili. I kam ushtrimet, këmë dollë ushtrimet. Strekt, unë e gjithë mund që unë në ora 5:30, në ora 7:60. A ushtërën gjëdet për këtë, gjëdet. 6:30 unë e kam bëgjesin. Gjitha herë në 6:30 unë e ha bëgjes. Kur pa bëgjes për shtëpis nuk dalë. Në ora 12:30 e kam drekën, në ora 6 mbrëmje e kam darkën. Unë i kam strekt edhe ushqimet. E për shembull një 3 vet të më thonë që nuk guxon të ushqim me hog pas orës 18 mbrëmje. Ai që në orën 12:00. Ja i mboshit ynë rregullave e ki pak më. Po jo, të rregullat të imoj, unë në pension atje për punë. Veç për punë. Jo, tash, se unë është problem. Se unë, dëgjëm, qëllimin e kam.
E ti qëllimi ku ka me bërjen. Kur ta dish, për shembull piknisi, kur e dish ku pikën e fillimit, po tani do shme ditë pikën e barimit ku do me bërjen. Pro, pa ka shumë disiplinën se të Ronaldo se Ja, po, pas ka. po. Ja, i ka, ja, po ndryshe nuk shkon. Jo, ndryshe nuk shkon, për shembull unë tashti për me te kalu në Burj Khalifën. Si do të për shembull, i kom thonë 10.000, 15.000 shkollë brenda ditës do të me ecë. Do të më Gjatë kanë ushtrimeve. se shama Se nuk shkon 160 Para ka. me neve që të dragodonit ka njëherë me kalu po në lëshën. E tani është sfide e vështirë, po është histori. Se unë e kom shkruar një titull në Burj Khalifa nuk shkohet thjesht për me sfiduar një rekord bote, po atje shkohet për një histori. Atë është me vendosë histori. Histori sportive botërore që ndërtesa më e lartë në botë që është e libër të Guinnessit, më e lartë në botë që edhe Guinness e ka pranu, është certifikata e Guinnessit atë në Burj Khalifa, që një shqiptar në qëtë ku, edhe pse ka qenë ndërtesa më e lartë në botë, ka dalë në krye. Dhe më thonë, kjo më banë madhështore. Jo për diçka tjetër, asë nuk më interesan ajo në komerciale dhe diçka tjetër. Po në histori, njerëzimit me betë që edhe ndoshta pas 300 vjetë, ka dalë se qëtë vit pas ka ekzistuar një ndërtesë më e lartë në botë, edhe një shqiptar pas ka dalën. E nëse që e kryin Burj Khalifën, po menej që ta një qefi e tërë vishë më ndërtu në ndërtesë edhe ma e nolë që ajo, a ja kështë mësy me njëherë? Ajo ndërtesë më të lartë në që sheti, prap në Emiratet e Bashkuara Arabe, po që shkup dëgjuar është deri 250 kace. 250 kace. Po që ato desh më të që ato është tërtimen. Që të pesimist janë, që ato s'ma mërmeja që e kështë kalu. Po ato është varet edhe tani varet edhe kur përfundon ajo, se vitet e mia nuk jo të shku te brapa, po ato normalisht jo të rriten. Ja, me disiplinën që e paske kivak, halohëm duket. Ja, për do rekorde, si e bëj ke nipi, dhe ke për do rekorde 80 vjetë, që se jetë, dhe ke për do rekorde 80 vjetë, dhe ke i kryt. Pa problem i kryt. Po me që thatë, jo me pagës është edhe mi dhonë vetit pak relax, edhe misionit, edhe vetë vetës, mirë pa me të vërtet nuk është e letë, se da i ti për shamot ngarkese muskëve të qafës, muskëve të shpinës, të këvve, pastaj janë për shamot shkallëve është, vetëm këtë bazë është e fortë, gjithmonë nuk i për shembull kështu në tokë, për shembull madryshe është. Te kishëm pas në i tëp që të më na demonstrua, kishë mujtë për shembull me lutë qështë që shëne? Ullën? Po, bërë se Po, s'u kam problem. A kena në i tëp? Po, edhe të topi. Për shembull, për më pranuar rekord Guinnessit ose rekordi i botës, do të më plotësu kriteret, do të më konë një top i licencum numër 5. Perimetri do të me pas 68 dhe 72 që i ka. Edhe pesha, po, edhe pesha e topit futbollit për shembull kampionatin botëror tash i ka qenë 410 dhe 450 gram. Me tokë plastike sot që nuk ta pranon. Jo, janë për shembull rregullat e zotit ka kanë që ke janë të shkruar për shembull kriteret që përcaktojnë libri i Guinnessit. Nëse di kriter për të nuk e plotson. Do të thonë përpjekja juaj ka dështuar. Edhe nuk pranohet. Ka ndodhur për shembull edhe për shkak xhirimeve, mua 3 rekorde Guinness që kam realizuar, nuk mi ka pranuar Guinnessi, jo për shkak xhirimeve, sepse nuk mi kanë bën xhirimin ashtu siç e kërkon libri i Guinnessit. Se çdo detaj e këshyrin. Çdo detaj e këshyrin. Kështu është ndaj fari noti për shembull kur ti e kryen komplet ashtu në fund ta bën që s'po ta pranoj. Jo, i noti me ata s'ka djerë, ti do të me torë me i noti me këta që se kanë bërë që çdo të punën mirë. Se ata i kanë rregullat e veta. A kena të pa? Pret. Ka me të shfryma mëni. Ata fort mirë, ata fort mirë, për shembull. Me që të shembull. shfrym, a mëni? Provo? Ja, se problema. Hec mëni, ja. So, po, kjo është edhe... Kjo është edhe kështu. Me që të pa, qështu? Hajde bëjarë edhe të pa. Provaja edhe të pa, se problem ka e poshtë, Problema me këto problem është. Pozicioni unë. Ja, problema me të. Pozicioni unë edhe është i shfrymë. Edhe tupi i shfrymë. Edhe 4 është këse... Edhe kines të këka. E kisha provu edhe në që me kri, për më se të kësë një fej. Prof, mu më janë shumë mirë që ke pranu më orë në emision, e ty të rojna mas shumë të i fatë në bët, i shola kejtë rekordet e mëndshme i thënë, zboshku edhe me bujorin, edhe njësen kësha dosht,
bujori me ta thyti një rekord. Kismet. Ja, po, do ta sfidoj. Apo ma e vetë se kemi sfidu. Një rekord kemi aty. Edhe këtu tani kena më konë në emision të di. Drejtë me të thonë. Ne po durë doj se tani. Adi se po. Kur më shkrujte për me ardhur drejtë me të thonë, nuk djafsha. Mirë, po megjithatë unë e di për shembull fillet e mia, për shembull sa kum pas nevojë për shembull për përkraje nga mediat, kur isha për shembull e pa njohur, për shembull viti 2010, 2003, edhe sa që sa e disha vetëm për shembull kur dikush më përkrajke pi media ose diçka tjetër, edhe unë për shembull edhe pse nuk i di për shembull disa gazetarë ose moderatore ose diçka tjetër për shembull që janë gjeneratës së re, që të dash diçka dhe këta me bërë profesionin e vet. Si dohet, pse mos me vërën pjesë edhe për që në qëtë aspekt për shembull e ku pranuan edhe me ardhën të ju dhe çdo kush. Unë nuk do për shembull që dikush më ka thirrë një gazetar, një moderator ose diçka tjetër në televizion që ju kam thonë jo, me refuzu po komujtën që s'kam qenë në Kosovë, eventualisht për shkak të ndonjë gripe ose diçka tjetër, s'jam ti mirë, a ban ma vonë, se asnjëherë nuk e kam refuzuar, edhe me kënaqësi erdhëm. Faleminderit shumë për ju. Faleminderit. Shikues të Shënjesër, kaq kishim ne për sot, e shihemi në emisionin e radhës. Shënjestër.net